në këtë edicion do të ndiqni. As në tentimin e 13 nuk bëhet konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Lanç shënon 80 vjetorin e fitores kundër fashizmit. Dita e Evropës përcillet me pushim në Kosovë, ndryshe prej gati të gjitha vendeve të BE-s, ku 9 maj është ditë e zakonshme pune. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Vetëm pas pak minuta kohëzgjatje është përmbyllur episodi 13 i tentativës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Propozimi për votimin e fshehtë të kryeparlamentares nuk u mbështet nga opozita as sot, seanca tjetër u thirr pas 48 orësh. Sot janë mbushur 3 muaj që nga zgjedhjet e 9 shkurtit, kur votuesit ju drejtuan kutive të votimit për të zgjedhur kryeministrin dhe deputetët. Por deri më tani, kuvendarët kanë miratuar vetëm 2 pika të rendit të ditës, atë të mandateve dhe betimit të deputetëve. Ngërçi vazhdon të mbetet të zgjedhja e kryeparlamentarit. Si në seancat e mëparshme, ashtu edhe sot nuk u propozua asnjë anëtar nga partitë opozitare për komisionin e votimit të fshehtë të kryeparlamentarit. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Hykmete Bajramit i u ndal mikrofoni, kur u ftua të propozoj kandidatin e tyre për komision. Pasi e njëjta tha se do vazhdojnë të kenë qëndrim të njëjtë. Që mundesh me na thirrë edhe 48 herë, çdo 48 orë. Ju lutem nëse keni propozim, me kërku me për ndryshe të ndalet regjia le ta ndal mikrofonin vetëm. Bajrami gjatë seancës së sotme mblodhi edhe disa nënshkrime për kërkesën për anulim të 2 vendimeve të ZRE-s. Për vetëvendosjen, qeveria tranzitore e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës mbetet e papranueshme. E në anën tjetër, partitë e tjera janë shprehur të gatshme për bisedim. Seanca e radhës është caktuar të mbahet të dielën në ora 10, në përpjekjen e 14 për të dalë nga kjo shaqitje politike. Të gjitha zhvillimet në Kuvendin e Kosovës i ka përcjellur profesori Kadrush Radogoshi. Në një prononcim për mediumin ton, ai ka shprehur opinionin e tij për seancat e një pasnjëshme dhe të pasuksesshme. Për zhvillimet e fundit politike, një opinion intelektuale ka dhe profesori Kadrush Radogoshi. Deklaratat e tij hedhin dritë mbi krizën politike në Kosovë, ku ai thekson se po tentohet një tjetërsim i vullnetit të qytetarëve të shprehur përmes votës. Sipas tij, demokracia nënkupton pikërisht respektimin e verdiktit të popullit e jo manovrime politike që përjashtojnë fituesin e zgjedhjeve nga drejtimi institucional. Unë mendoj se është një tendencë për të tjetërsuar vullnetin politik të qytetarëve të Kosovës, sepse fjala demokraci nënkupton pikërisht verdiktin që thot populli, zgjedhësi, dhe dihet në Kosovë janë zhvilluar zgjedhjet dhe dihen rezultatet e zgjedhjeve. Cili diçoft version që tentojnë të menjanojnë fituesin e zgjedhjeve, kjo sjell bllokadën. Edhe po supozoj po ta hiqnin komplet vetëvendosjen prej pushtetit dhe të krijojnë partitë që i kanë humbë zgjedhjet, si mendojnë që mund të udhëheqin në Kosovë kur 400.000 votues kanë votuar të kundërtën. Do të përsëri do të shkaktonte një bile edhe konflikte qytetare. Prandaj, e vërteta do të ishte që të respektohet vullneti i popullit, të pushojnë mëllefet. Radogoshi vëren me shqetësim mungesën e kulturës politike dhe komunikimin konstruktiv nga ana politikanëve, të cilët shpesh bien në retorik boshe dhe demagogji. Po m'vjen keq të them, por nga njerë të politikanet tonë mungon kultura elementare e komunikimit, kultura elementare e shprehjes politike, dhe shpesher ka aq shumë demagogji, sa që edhe qytetari është zakonshëm pa ndonjë përgatitje, ta quaj pa ndonjë kulturë të madhe politike, e kupton se politikanet tonë po rrejnë. Dhe qëllimet e tyre janë si me grabit një post politik, si me i ndo ofiqit.
dhe nuk i brengos fati Kosovës. Kjo blokadë që po ndodh në Parlamentin e Kosovës do të sjellë pasoja të rënda për Kosovën, sepse në radhë parë i kënaq armiqtë e Kosovës, të cilët do të deklarojnë se ja, ju kem thonë se këta nuk mund ta qeverisin vetveten, nuk din ta qeverisin vetveten, dhe po them pasojat janë të rënda, por do të ishte e mirë që politikanët e opozitës të ulen pak, ta lexojnë mirë verdiktin e popullit, ta respektojnë atë. Kjo nuk do thotë që edhe pala tjetër të mos hap dyert e komunikimit, të krijojë mundësitë e komunikimit. Por në njërin anë thonë se nuk po pranon të bisedoj, ose duhet mirëmi vesh, e në anën tjetër letrat e dërguara refuzohen, nuk pranojnë as të takohen. Dhe partia e tretë propozon se çka duhet të bëhet pa llogarit fituesi. Profesori shpreh bindjen se në rast të zgjedhjeve të reja, lëvizja vetvendosje do të dilte edhe më fuqishme, duke marrë mbi 55% të votave, pasi qytetarët kanë identifikuar bllokuesit real të proceseve. Po u shku edhe njerë në zgjedhje, tjeni të bindur, jam shumë i sigurt, që vetvendosja do të fitoj mbi 55 dhe në 60%. Nëse shkohet sërish në zgjedhje, sepse dihet kush janë bllokuesit. Për shembull, është nonsens që deputetët mos e votojnë veten. Veten të mos e votojnë. I kanë bllokuar 2 seanca duke mos votuar veten. Kur e pan gabimin, çfarë gabimi kanë bërë, atëherë pranon. Tani janë ndalë te një kandidate propozuar që me kushtetutë është e paraparë që partia fituese e jep kryetarin ose kryetaren e parlamentit. Dhe vazhdimisht vlerësohet një figurë politike që unë mendoj se ajo nuk është shkaku. Albolena Haxhiu nuk është shkaku i vërtetë. Cili do të qoftë për vetvendosjes, po të propozohet, një lloj opozita do të vepronte. Prandaj Albolena Haxhiu është një farë viktime, ta quaj viktime në thojza, e opozitës, të cilët i kryqëzojnë heshtat në realitet qëllimet i kanë tjera. Qëllimet është pengimi i qeverisë. Profesori Kadrush Radugoshi thekson se edhe pse aktualisht jeton dhe vepron jashtë Kosovës, së bashku me familjen e tij dhe pa ndonjë interes personal në zhvillimet politike të vendit, ai ndihet i detyruar si qytetar dhe intelektual të reagojë për të mirën e atdheut. Sipas tij është koha që klasa politike në Kosovë të vetdiesohet dhe të kuptojë se populli i Kosovës nuk është ashtu siç e perceptojnë ata. Madje profesori thotë se ky është një popull me dinjitet, me vlera dhe me shumë intelektual që ndjekin dhe analizojnë çdo zhvillim politik. Një tjetër aksident komunikacioni ka ndodhur sot në kryqëzimin e rrugëve Buja Roka dhe Ymer Pula. Rasti është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës. Në aksident u përfshin 2 vetura. Si çdo herë edhe këtë herë jemi duke raportuar për një aksident të ndodhur rreth orës 11:40 në rrugën Buja Roka dhe Ymer Pula, ku janë përfshirë 2 vetura. Përveç dëmeve të konsiderueshme materiale, për fat të mirë nuk ka persona të lënduar. Kujtojmë se në këtë kryqëzim të rrugëve ndodhen aksidente të shumta, në një përgjigje të siguruar së fundmi nga komuna e Gjakovës. Na është thënë se ky kryqëzim është i shenjëzuar me të gjitha shenjat adekuate sipas rregullave të trafikut. Aksidentet që shkaktohen atë kryqëzim janë pa përgjegjësi ekskluzive ngasësve të veturave. Për njoftimin e juaj, komuna e Gjakovës është në fazën e prokurimit për finalizimin e këtij segmenti dhe në momentin që nënshkruhet kontrata do të bëhet edhe vendosja e semaforëve. Parkimi i veturave në vendet të gabuara dhe të padestinuara për parkim janë dukuri të shpeshta që ndodhin në shumë pjesë të qytetit. Materiali në vazhdim na njeh me imazhet e regjistruara sot në rrugët Ylka Domi, Gjon Bisaku dhe Izet Hima, ku ngasësit kanë parkuar makinat në vende ku nuk lejohet.
Trotuarët në qytetin e Gjakovës vazhdojnë të jenë të zëna nga ngasësit e veturave që i kanë shndruar në parkingje. Rruga Gjon Bisaku, edhe pse rrugë ngushtë, sot ishte mbushur me veturat e parkuara në të dy anët të rrugës. Madje shumë shpesh veturat parkohen edhe para dyerve të shtëpive, thonë disa banorë të kësaj zone. Problemin e njëjtë e kanë edhe banorët të rrugës Izet Hima, ku veturat vazhdimisht parkohen gabimisht në këtë pjesë. Ndërsa në rrugën Yll Kadomi është një trotuar, por që gjithmonë është i zënë. E në rrugën Yll Kadomi, nëse ke vendosur të dalësh të ecësh, atë duhet ta bësh nëpër rrugën e asfaltuar, sepse trotuari është, por është i mbushur me makina, të cilat këtë trotuar e kanë bërë parking për vetura. Njëri nga banorët e kësaj lagje thotë se veturat që parkohen në trotuarin para shtëpisë së tij janë të gjitha që vijnë nga pjesë të ndryshme dhe i lënë makinat me ditë në rrugën Yll Kadomi. Trotuaret me zvet, me zvet faqe zvet. Se sa kohë qështu. Me vitet tona është ky problem të u. Edhe është tabele atje ku është ndalume, por shka t'i bojsh. Unë për veti, më duhet mi shit kerrin, kem pas problem me këtë rrugë këtu. Onë e tjera, nuk e në kësaj lagje. Këtu vi që i lojnë me java, asë si marrin. Banorët e rrugëve që vizituam sot kanë kërkuar edhe nga zyrtarët policor që të reagojnë në raste kur zihen trotuarët, por për këta të fundit të vësyr shpeshherë ka raportuar se policia janë në teren dhe gjobisin të gjithë ata që bëjnë kundërvajtje në komunikacionin rrugor. Është shënuar sot 80 vjetori i fitores kundër fashizmit dhe ditës së Evropës, pas vendosjes së kurorave me lule në varrin e heroit Fadil Hoxha, në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi, është mbajtur edhe një akademi përmes së cilës janë evokuar shumë ngjarje historike të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Sot në Gjakov është shënuar 80 vjetori ngandimit kundër fashizmit dhe Dita e Evropës. Veteranët të luftës antifashiste nacional çlirimtar të Kosovës dhe Shqipërisë morën pjesë në shënimin e kësaj date. Lek Hoxha, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtar të Kosovës, foli për pasojat dhe humbjet që solli lufta e dytë botërore. Sot është 80 vjet prej 9 majit, ditës së kapitulimit pa kusht të Gjermanisë, i cili u nërshu me 9 maj, ditës ku mbaron lufta e dytë botërore në Evropë. Dihet që Gjermania fashiste ose naciste dojte me formu rendin e ri botëror dhe ja filloi luftën e dytë botërore me 1 shtator me aneksion të Polonisë. Mirë po kundër përgjigje e sulmit të gjermanëve në Poloni, u lajmëru po mënej udhëheqësia, qeveria e Mbretërisë Bashkuar dhe Franca dhe i bon ja paraqitën luftën edhe Gjermanisë. Akademiku Jusuf Baraktari foli mbi idealizmin shqiptar në luftën e dytë botërore. Në 80 vjetorin e fitores kundër nazifashizmit dhe ditës së Evropës, do të trajtojmë vështrimin e rrjedhave historike gjatë luftës së dytë botërore në Kosovë. Kjo çështje sipas të arriturave shkencore, më të reja, është kushzuar nga një varg faktorësh kompleks, të brendshëm dhe të jashtëm, për të arritur deri te zbardhja rrugës së të vërtetës historike tek ne. Aq më tepër është komplikuar dhe vështirë shëndritja rrugëve dhe shpresave si dhe zhgënjimeve të shumta të cilat i ka përjetuar populli i Kosovës në periudhën 1944-1945 në veçanti. Historiani nga Shqipëria akademik Merenglen Verli foli për faktorët që penguan të kryenin rekrutim masiv në Kosovë. Unë mund të konstatoj vetëm këtë, që pavarësisht majtas apo djathtas, nacionalist apo të çlirimtare, si verifikohen në dokumenta dhe si edhe sot etiketohen njerëz të ndryshëm. Ku më hapur apo ku më pak, të gjithë kanë luftuar për një Shqipëri të çliruar, të madhe si shtet të madhe. Domethënë, aty ku i takonte, ku në përqindjen më të madhe popullsia që është shqiptare.
Tatjana Parlaku foli në emër të organizatës së luftës antifashiste nacional shqiptare të Shqipërisë. Për sakrificat mbi njerëzore dhe gjakun e vjetra mira të shmorëve, të cilat u bën pjesë e bllokut antifashist të popujve të botës, të kryesuar nga Aleanca Anglo-Sovjeto-Amerikane. Në luftën antifashiste, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi dhe kudo ku jetonin shqiptarët në trojet e tyre etnike, ata ju bashkuan një zëri forcave të lirisë kundër atyre të errësirës. Takimi vazhdoi me folës të ndryshëm nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët shprehen rëndësinë e luftës antifashiste të luftës së dytë botërore. Në emisionin Debat Plus në TV Dugagjini është transmetuar një kronik në të cilën thuhet se radikalizmi islam u vërtetua që është i financuar nga shteti fashist serb. Dobro se čuvao, brate. Ja sam imao, brate, neki, kako da ti kažem, ja sam imao jedan utisak, osjećaj sam imao da ćete da se vratite i da će da sve da bude kako treba. Života mi. Kažem iskreno, mnogo puta ja sam to želio, ja sam žalio. Ja sam slao našeg oficira, našeg ambasadora u Siriji. Da? Ja sam slao da se raspita za tebe. Razumeš? Što je rekao? Pa on mi je rekao da si živ. Normalno, on ima informacije. Pa kako nisi imali informacije za tebe? Ja sam znao da si živ, znao sam da si u zatvoru, ali nisam znao mnogo detalja. Dita e Evropës është vetëm një nga 11 festa zyrtare vjetore në Kosovë, sipas ligjit për festat zyrtare, të cilat shënohen me ditë pushimi, ndryshe prej gati të gjitha vendeve të BE-s, ku në të maj është ditë e zakonshme pune. Disa nga qytetarët e intervistuar pohojnë se ndihen të shqetësuar për dallimet që ende ekzistojnë me standardeve evropiane dhe realitetit të përditshëm. Dita e Evropës është vetëm një nga 11 festat zyrtare vjetore në Kosovë, sipas ligjit për festat zyrtare, të cilat shënohen me ditë pushimi, ndryshe prej gati të gjitha vendeve të BE-s, ku 9 maji është ditë e zakonshme pune. Nga intervistat e realizuara sot me qytetarët vlerësojnë se kjo festë duhet t'i kushtohet Evropës, por ndihen të shqetësuar për dallimet që ende ekzistojnë me standardeve evropiane dhe realitetit të përditshëm. Për ka qytetarët e Evropës do të më ditë pushimin. Unë asin në Evropë hala dhe u vazhdojmë kështët. Mirë ku një pas pushim, tonë pëndorë si dhune, unë jem pëndorë si kretjerë. Po do të pas da ligje, kuvendi komunal mi bo da ligje. Dhe me pushu edhe na, pse jo? Ne jena shumë atë këfilë si Evropë. Para aty ne jena. Për që atë përbojmë pushim, na ata punojnë sot. Për të qenë pjesë e Evropës nuk mjafton vetëm të festohet kjo ditë, por duhet të përqafohen edhe vlerat dhe standardet që ajo përfatëson, tha një tjetër qytetar. Evropën e duhet të gjithë, por duhet përku paralel punë, me i bo punë edhe si Evropa, por edhe me qenë përgjeshëm si Evropianët. E jo punë, nuk i kemë qasë mirë, dëshirë të ndojë veç për pushim, punë nuk të dëvët. Megjithatë, ka edhe nga ata që shohin ditën e Evropës si një simbol të përfshirjes dhe të përpjekjeve për të qenë më afër standardeve evropiane. Tash ne jemi bashkë jetojmë në Evropë, duhet me mirë përmbajt edhe rregullat e Evropës, mirë është me pushu. Zërat e qytetarëve reflektojnë përzierjen e dëshirës për të qenë pjesë e Evropës dhe zhgënjimin që ende ndihen larg standardeve të saj. Aktivitetet edukative dhe kulturore në shkollën Zekeria Rexha në Gjakov kanë filluar prej disa javësh për të kurorzuar sot me shënimin e ditës së shkollës. Në 70 vjetorin e themelimit, drejtori Pleura Trudi tha se kjo shkollë ndër vite ka përquar krenari, suksese e sakrificë.
Në një atmosferë festive dhe plot emocion, shkolla fillore e mesme Ulte Zekria Rexha shënoi 70 vjetorin e themelimit të saj, si një përvjetor jubilar që simbolizon një rrugtim të lavdishëm në shërbim të dijes, kulturës dhe edukimit. Drejtori i shkollës Pleurat Ruti theksoi se shkolla ka qenë një dritë ndriçuese për shumë gjenerata, që këtu kanë hedhur hapat e parë drejt dijes, karakterit dhe suksesit. Në këtë përvjetor të veçantë, shkolla jonë e dashur Zekria Rexha feston 70 vjet rrugtim të lavdishëm në shërbim të dijes, kulturës dhe edukimit të brezave të tij. Prej vitit të themelimit e deri më sot, kjo shkollë ka qenë dritë ndriçuese për shumë gjenerata që kanë marrë këtu hapat e parë drejt dijes, karakterit dhe suksesit. Rënjët e arsimit janë të hidhura, por frutet janë të ëmbëla, thoshte Aristoteli. Në të vërtetë, në këto 7 dekada përpjekje e mësimdhënësve, sakrifice prindve dhe një zell i pafund i nxënësve tonë kanë ndërtuar një histori krenarie dhe përkushtimi për shkollën Zekria Rexha. Në shënim të përvjetorit të 70, kjo shkollë ka organizuar edhe një mori aktivitetesh gjatë gjithë kohës për t'i finalizuar sot. Jemi shumë të lumtur dhe shumë të gëzuar sepse ne sapo shënuam 70 vjetorin e themelimit të shkollës sonë, të cilën ne kemi bërë mundin ton që të bëjmë të gjitha aktivitetet e shumta që ne kemi dashur që të bëjmë. Gjithashtu i falenderojmë shumë arsimtar, drejtorin, bashkëpunëtorët e shkollës sonë që na kanë mundësuar të gjitha pajisjet dhe mjetet tona që na ishin duar për këtë program. Shkolla Zekria Rexha mbetet një simbol i qëndrueshëm i edukimit dhe përparimit në komunitetin ton, thanë mes tjerash të pranishmit. Pasionin për zogjt e ka prej më shumë se 5 dekada Mërgim Koca nga Gjakova. Kjo puni ka ndihmuar shumë, duke gjetur qetësinë në secilën kohë të kaluar me qindra zogj shumë gjyrsh që mban në dyqanin e tij. Mërgim Koca ka lloje të ndryshme të zogjve. Ai kujdeset me përkushtim e dashuri për ta gjatë gjithë kohës. Në dyqanin e tij në Gjakov ka nga kanarinat e deri te papagajt. Si kryetar i shoqatës së zogjve dhe bilbylave Qabrati, ky pasionant i zogjve tha se shpezet kanë specifika të ndryshme dhe për përkujdesje. Dyqan për momentin kom disa lloje të zogjve, kanarinave kom gardelinave, kom majorave, edhe da lloje të papagallave, kemi tigrica, lovebird i thojnë, edhe da nimfa. Për ndryshe muj me pas edhe ma tepër, po hapsina nuk e lejon ma tepër. Kanarina kom ma shumti edhe gardelina. Me këtë veprimtari Koca merret prej vitesh dhe përvojat me klientët të cilët blejnë zogjt thatë që janë të ndryshme. Unë edhe i kultivoj, edhe i shumëzoj, edhe i mirë mbaj, për ndryshe i mirë mbaj me kujdes edhe kom dëshirë me pas këtë hobi që e kam, edhe shesim, po është në Gjakov pak të lashe me shit, e marrin një bilbyl, e ndëgjojnë tu kënu, mas një jave, mas 2 jave, s'pëm kënon e këthen. Po unë e kom një princip që gjdo gjatë që e blejnë, e marrin nuk ju këthejmë, edhe ndrime nuk bëj. Pasionin për zogjt e ka prej më shumë se 53 viteve, pothuajse një jetë ka kaluar me përkujdesjen ndaj zogjve. Unë e mirëna prej vitit 1972, do më thonë që 53 vjetë mirëna me këtë hobi. Kom pas një pauzë 2 vjeqar për shkak të alergjisë, po kom te kalu tash, jam imunin këtë lami timen që shumë e adhuroj, edhe shumë jam i dashurun në zogjt kafazit. Organizata të ndryshme gjatë gjithë vitit ngrejnë alarmin për ruajtjen dhe përkujdesjen ndaj zogjve me qëllim që të mbrohen dhe përkujdesja ndaj tyre të rritet gjithnjë më shumë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 11 deri në 21 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 7 deri në 20 gradë Celsius, karakterizuar nga moti ndryshueshëm.
Moti Vrana me diell do ta karakterizojë të dielën, me temperatura që do variojnë nga 9 deri në 23 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotrojë mot me diell dhe vranësira, me temperatura që do lëvizin nga 8 deri në 21 gradë Celsius. Edhe për të martën parashihet mot me diell dhe vranësira të kohë paskoshme, me temperatura që do lëvizin nga 7 deri në 19 gradë Celsius. Moti Vranët me diell parashihet gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura 7 deri në 18 gradë Celsius. Edhe për dajntën parashihet moti Vranët me diell, me temperatura që do variojnë nga 8 deri në 21 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. As në tentimin e 13 nuk bëhet konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Lanç shënon 80 vjetorin e fitores kundër fashizmit. Dita e Evropës përcillet me pushim në Kosovë, ndryshe prej gati të gjitha vendeve të BE-s, ku 9 maj është ditë e zakonshme pune. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.